futesh atje me maska, mbyll syt apo Jo. Po duhet të thonë 100% e lozhës, ë? Qofse nuk janë 100% dakord, ti nuk bëhesh më asaj. Po unë ja këtë kam të keqe për shembull që s'dua miratimin e tjerëve. E kam as më intereson fare. Kështu që s'bëm dot mason. Edhe ushtarakët, se nisa ta them, se tash edhe kur mftuat se si ushtarak, ushtarakët janë njerëzit më të preferuar në këtë vllazëri, sepse ka shumë pak punë për të bërë me to, sepse janë në rregull, janë disiplinuar, janë moral të lartë, ruajnë sekretin. Kush e kontrollon? Kush është krye masoni këtu në Shqipëri? Kemi një emër? Ka thënë Alfred Sako ca emra. Nuk i thonë. Shumë na miqtë e mi janë mason. Nuk i thonë. Lozha të ndryshme kanë vjeshtra të mëdhenj të ndryshëm. Përgjithsisht ata janë të identifikuar të 2-3 lozhave që janë më të njohura dhe më publiket. Në faqet e këtyre lozhave janë me emër, me figurë, dalin dhe në intervista. Pra masoneria tashmë, masoneria është e dukshme. Dhe në botë bëjnë parada, në botë kanë flamuj. Blidhen në hotel, dalin foto aptazi. Në tempujt e tyre. Po edhe me video i kam parë unë. Patjetër. Dhe ritualet nuk ka asgjë, sot i shikon në YouTube, të gjitha këto që ne thamë nuk ka më sekret masoneria. Po nuk ka thjesht ato si takojnë dorën me njëri tjetrin, se kam shumë qefa. Dëgjoj, me shumë kënaqësi, profesor, nëse më lejon. Po si ku të dalun, ha? Jo po dal këteja që të kapi kamera këtu. Kam shumë qef ta. Është shtrëngimi, domethënë. Po. 3 herë. 3 herë, shiko. Përçuarje. 3 herë.